Të dashur mes të televizionit DTV Media, po takohemi edhe sonte bashkë në Thuhet. Si fillim, lejoni ta bëj falënderimin për sponsorin general, i cili është Joni Ranch, që ndodhet në qytetin e Kamenicës, e që ju ftoj që të shkoni dhe ta vizitoni. Tani po kthehem tek mysafiri për sonte. Unë kam kënaqësi dhe nderin ta kem hoxhën e nderuar Baki Meri, që vjen për herë të parë për me nda diçka nga gjithë provoja, jeta, edhe ajo publike dhe misioni i tij aq i rëndësishëm. Hoxh, mirë se erdhe. Po ndërhyjmë me një herë, sepse nuk po kam durim mja një bisedës bashkë. Faleminderit shumë, mirë që gjeta, kam kënaqësi që mysafiri juaj. Për mu gjithmonë kanë qenë kënaqësi edhe më njoft edhe përmes rrjeteve, edhe përmes shumë rrjeteve sociale, me thonë të drejtën, edhe daljeve të juaja publike, po asnjëherë në formatet e tilla, për me nda diçka më të thellë për te atij petkut të hoxhës. Po nisi me të pyet pse ke vendosur me mbajt hermetikisht këtë pjesë, apo nuk ka qenë momenti juan? Me të vërtetë, Labi, janë disa çështje që janë personale të çdo njeriu që ato i ruan për veten e vet. Po. Kurse pikërisht ajo që kam zgjedhur të jem sot mysafiri juaj, ka qenë edhe emisioni juaj, vetjeta juaj, sakrifica juaj, flijimi juaj, nga e kaluara juaja. E kam dashur që t'jem mysafiri juaj e të shpalos disa gjëra edhe nga jeta ime personale, se hoxha është individ, sikur të gjithë tjerët, edhe ne kemi një jetë të cilën kemi përjetu me atë gjithë ato sakrificat flijimi. Prandaj, për hir të tuaj, s'pari që kam respekt shumë si individ, por edhe për emisionin të cilin ju keni një emision shumë të qelluar, ku thërni njerëz me të vërtetë të cilët nga përvoja atyneve mësojnë të tjerët. Prandaj mendoj se ky është edhe qëllimi i misionit tonë. Faleminderit për gjitha këto fjalë, për mua është shumë e rëndësishme. Është edhe e rëndësishme kur marr fjalë të mira për atyre që i rënditi të jenë në studio, ballë për ballë, që mendoj që janë vlerë për shoqërinë tonë. Kisha pas shumë dëshirë me fillu me folë mbi fëmijërinë tonë dhe dikur, që unë kam selektuar disa fotografi, të cilat ato fotografi nuk kanë dalë kurrë në media, aq më pak në media. A fillojmë flasim hoqë për një fëmijëri tonë dhe dikur? So ka qenë e vështirë? Po, pa dyshim, fëmëria ime ka qenë një fëmëri sikur e të gjithë aty në moshatarëve të mi, dhe më thonë të viteve të 80-ta, të dhe një fëmëri ku më të vërtet kemi kalu disa sakrifica, disa mundime, disa sprova, sikur e të gjithë popullit tonë. Po një fëmëri e lezetshme, fëmëri e këndshme, fëmëri të cilën sot mendoj se duhet ta kenë yrnek shembull fëmijët tonë. Për shkak kënaqësisë që kemi përjetuar në ato farë kushte të rënda që kanë qenë, por ka patur një kënaqësi. Edhe dashni besoj. Dashnin mes fëmijëve të lagjës, të mahallës, dhe pikërisht edhe kjo foto tregon diçka buzëqeshje. Që mendoj se sot fëmijët e sotit e kanë mungesë këtë buzëqeshje. Po du me ndërhyje, hoqë, a ke qenë qaq i dashën edhe si fëmijë, përmes fotografisë po më jep shumë, sepse sot jeni shumë i dashën me ata që ju njohin edhe ju? Mendoj që kam qenë për atyre fëmijëve që mund të flasë ma shumë tjerët, për masi vetë jemi në këtë që kam shprasur gjithmonë një buzëqeshje. Kam përbi shpesh rime vetëm që t'ju sjell njerëz me buzëqeshje. Buzëqeshja është sadakaja më e mirë dhe është gjëja që i afron më shumë ti. Me buzëqeshje domethënë i afron çdo kënd. Prandaj edhe fëmëria ime domethënë ka qenë një fëmëri, një djaloshi të ri, ambicioz, një djaloshi i cili ka përballuar shumë sfida, por gjithmonë domethënë patur parasyshe një bashkëjetesë me të gjithë ata fëmijët e lagjës, pas shumë vështirësive, pas shumë ka mund patur edhe probleme, shqetësime, por gjithmonë jam mundu që ato t'i zgjedhim në atë çast, jo me lënë të vazhdoj. Po sjell kujtime kjo fotografi? Shumë po sjell kujtime, kjo ka qenë një fotografi 5-6 vjeç kam qenë të shumë i ri, dhe më jam fotografu në oborrin, edhe tregon baba për këtë fotografi, pse kam dalë sot i buzëqeshur. Thot, tu ke dalë i buzëqeshur për shkak një djalit Agjës, Ridvanit, i cili kemi patur një farë bisede me ta ndoshta, dhe thot,
unë kam inkuraju, baba thët që me ta kemi pa të atëfar mosmarrëveshje shumë e jetë, po thët busqeshja jote, që ka shique djali Aqës mrapa, thët e ka bo që dhe ata të ndijet mirë, pas asaj mosmarrëveshje që kemi patër si fëmi me ta, për diçka një loj. Interesant, edhe kjo fotografi e thash edhe marrë që besoj që të ka sjell goxha kujtime të mira. Foto edhe veshja të regon shumë. Sidomos. Edhe veshja të regon shumë. Një veshje do me thonë e thjesht, një veshje modeste, një veshje që do me thonë e ka qenë e të gjithë fëmijëve të Lagjës, por kem qenë krenar për këtë veshje. Kem qenë krenar për këtë veshje, pse? Do me thonë nuk kemi patur, do me thonë asë fort dëshirat të tepërta si që kanë fëmijët e sot, për më atë që ka kemi patur, kemi qenë të knaqur. Çka kujton në këtë fëmijëri t'jujen? Çka ka detaje të rëndësishme ose aksesorë që ju i renditni? Po mendoj që kjo fëmijëri e kohës time në atë kohë, ka qenë ajo fëmijëria do të thonë ku neve kemi patur kënaqësinë e madhe me të gjithë ata shokët e Lagjës që kemi qenë atu. Kemi patur disa lojna, do më thonë, që kemi ndje kënaqësinë me lujtjen e atyre lojnave. Kurse sot, do më thonë, do të bëjnë një alergji, ku fëmijëve të rive nuk i mungon asgjë. Por, do më thonë, ka koha, apo mënyra e lojës që ta sot e bëjnë, janë të vetmuar. Ju mungon kjo buzëqeshje, ju mungon dashuria për njëri tjetrin, ju mungon ato lojnat e përditshme. Por do më thonë jetojnë një Lagje, ende nuk e njohin njëri tjetrin. Fëmijë do më thonë, qatë periudhë sa e në shkollë, dhe më një me shkollës me të arritjet teknologjike që kanë dalë, janë vetmuar, do më thonë ka bëjnë një jetë më ndryshe. Kurse kjo fëmijëri e jona dhe gjenatës tonë një fëmijë ku mund të kujtojmë shumë gjëra, shumë gëzime, shumë spajtime, shumë buzëqeshje, shumë raje, shumë rrëzumje, shumë disa lojra të më thonë që më të vëthej ka qenë kënaqësi e madhe. E tregove dhe me tonë pjesën e veshjes. Besoj që edhe flet shumë. Shumë flet. Sepse menoj që gjatë bisedës kuptova që fëmijëria jote ka qenë po edhe lumtur edhe nëse guxoj me thënë edhe e varfër në periudhën atë kohë, por që ke qenë i përmbushën. Që nuk kam qenë në atë farë që mund të them i varfër në atë aspektin e varfërisë që konceptoj, po ka qenë një varjet modeste sikurse e të gjithëve. Të thëmë babaj gjithmonë ka qenë i punësuar dhe kemi patur një jetë, po do të thonë jo jetë dalluese për moshatarëve të mirë të shokëve. Ka qenë do të thonë një jetë e mirë, po kushtet ka qenë ato rrethonat të cilat kanë qenë praktikë. Po nuk kemi patur dallim, do të thonë, mes shoqërisë. Mes shokëve të Lagjës, shokëve ku kemi qenë përthuajse të gjithë. Qofse dikush, po çka ka qenë më rëndësi, qofse dikush ka patur një akses për të dalluar, a dallimin e tij e kemi dhënë të gjithë, për herë për mirë. Nuk ka qenë domethënë diçka akses që ka qenë dalluar dhe ai bëhet me ndjemal të ditë më ngritur se kënej. Por gjithmonë kemi qenë të gjithë të njëjtë. Jemi gëzuar me atë çështje për shembull, nuk kemi mund të patë të gjithë në top apo diçka tjetër. Po çaj që ka patë e kemi dhënë kënaqësinë gjithë së bashku. Domethënë nuk ka patë asgjë domethënë që dallohen për njëri tjetrit. Se dallimi domethënë e bën edhe për çamjen. Por gjithë kemi qenë të njëjtin nivel dhe ato dhe kemi dhënë gjithë së bashku. Si fëmia ke qenë kërkues, a ke dashur shumë, a ke kërkuar shumë? Po sikur çdo fëmijë kam qenë ambicioz. Është vërtet që kam qenë pak ambicioz, jo pak po në ato mundësitë çka kemi patur. Edhe në shoqëri dhe kam qenë një motiv edhe për shokët. Kam qenë një motiv për shokë, në gara të ndryshme, si në shkollë, si në rrugë sen, dhe mbi gjitha kam lutur një rërë që mendoj që është shumë primar dhe që do t'jetë asat. Një rërë pajtus. Një rërë dhe më thonë që nuk kam lejur, për shembër që në mesën e shoqërisë ku kam metë unë, mi pa dy shokë të mos flasën me veti, apo të atësarohen. Po gjithmonë kam lutur atë rolin ndërmjetësues që ne jemi shokë. Aja ke arrit qëllimin? Mendoj që po. Mendoj pse po them, se po di se këtë ajo gjenerata ime, domethënë, nuk ka asnjë që sot nuk kanë marrëdhënie shumë mira. Shumë mira. Edhe pse ndoshta tash kemi profesorë këtë ndryshme. Këtë ndryshme profesorë. Po kemi domethënë marrëdhënie shumë të mira. Shumë mirë, interesante, një fëmijërie të cilën e theksova edhe gjatë hyrjes edhe po vazhdoj me thonë që
Por as edhe një çmim nuk ishi dash për me nxjerrë në publik të pjesë, sepse është diçka shumë e ndihshme, po edhe shumë e bukur për me dhënë si motiv për të tjerët që na ndjekin dhe na shohin, se besoj që kur gjë s'ka qenë lehtë, ka qenë e vështirë. Përkundrazi, ne kemi obligim që secilit të nxjerrë diçka nga përvoja vetë, që tjerët të kenë yrnek, të kenë shembull. Se secila ko i ka gjeneratat e veta, dhe secila ko do të tregon diçka për, po secila gjenerat do të nxjerrë ato më të mirën, që tjetë shembull për të tjerë. Edhe ne do të një gjenerate mesme që them ashtu, ku kushtet të cilat kemi përjetuar ne, domethënë ndallim me kushtet e sotit janë si dita me natë. Po në atë rrethona, domethënë, jemi mundur domethënë që të luajmë një rol pozitiv, që të kemi gjithë hajr nga ajo. Prandaj edhe po them këtë tash nuk mund shembull jeta ime të jetë djali apo rinia sot, absolutisht jo. Po të merr ato fat qëllimet esenciale nga përvoja ime, për shembull dashuria, respekti, buzëqeshja, pajtimi, humanizmi. Domethënë këto kanë me jetu sa të jetë njeriu. Dhe këto janë ato gjërat e dobishme që mund të nxjerrë njeriu nga kaluara vet. Po flasim mbi shkollimin? Mbi rrugtimin që është gajere në theshëm, po mendoj që edhe kjo pjesë është një etap tjetër që është e vështirë. Me të vërtet të flesë për shkollimin, më në kam, po të je prej aty personat të cilët me të vërtet bën që të nxjerrësh ato që ndoshta nuk mund ta them, por për hir të misionit tuaj dhe asaj çka unë vlerësoj tepër shumë, du të tregoj një detaj që e den vetëm baba e. Baba e me den. Edhe nuk e den askush. Po këtë detaj ka të bëj me shkollimin tim të mesëm, medresen. Koha ime kur jam regjistruar në vitin 92-93 nuk ka patur medreseja një them një vlerë ashtë madhe të njerëz të ri që të angazhohen, po shku më bu për hoxha, po diçka tjetër. Po, familja eme është një familje tillë, me traditë, kombëtare, fetare, na njohin që jemi prej familjeve të vjetrat Prishtinës, edhe gjithmonë dëshira e babës tim ka qenë që në bona hoxha. Ka qenë, po ashtu dhe gjyshi tim, Hafuzit, ta dy janë dy personalitetet që janë frymëzim për mua gjithmonë. Gjithmonë. Edhe nuk kam patur dëshirë të regjistruar medrese. Edhe u regjistrua në gjimnaz. Shkollën e mesme, por mas 2 javë që u regjistrua, baba me regjistrojnë në medrese. Edhe vjen lajmi nga indjeri i sekretari i Bashkisë Islame të Kosovës, Haxhi Jashar Jashari, se ky kish bo kërkesë taj. Dhe kish thonë, bëma djalin se këma ta pranu medrese. Mas 2 javë në pranu medrese. Dhe një gabim të cilën e kam bërë one, si fëmijë. Edhe di që të jetë një shembull për fëmijët e sotit. Se ata që vlerëson prindi për ty, dush me di që ai ka vlerë të madhe. Diçka që ka vlerëson baba, nana për ty, sado që ti ndoshta në atë fazë nuk e percepton mirë, mendon ndryshe. Por do ta kuptoj se secili prind që të dëshiron diçka për ty të arritësh dhe ndoshta sjell në atë mënyrë imponim për marrë dije që është e dobishme ajo. Edhe unë regjistrova në medrese, në vitin e parë, jo ma dëshirën time, dhe më thonë. Edhe çka bëj unë në gabim, bëj që nuk pësoj. Ma të qëllim që vitin e parë nuk pësoj edhe për ashtu na dalë. Okej. Edhe fundi vitit, veta provim. I tregoj babës, masi që një kohë që veç, se të që am i tregu ma herët, intervenat dhe qka e sene, unë kja qëllimi që mu do për medresës. Okej, kuptoj. Që të ishë ka qenë qëllimin.
Edhe nuk i dhe kur të merve baba që ngela. Me një dëp, e kom thy shumë zemrën e ti. Shumë zemrën e ti e kom thy. Po e di që ma ka bo halal. E di që ma ka bo halal, për shkak se masadeve disova e vetë. Se në matë me ndinë që për krye, po vazhdoj tjetër konë, ku kam patë synimet e mija tjera. Por dashtit Zotit që e pash vendëshmërinë e babës, udhëzimin e Zotit, vendëshmërinë edhe të gjyshit, vazhdova pratë, dhe masadej kam qenë zosi mirë, e kam kryer me dresën, masadej edhe fakultetin e studive islame, tash edhe magjister, që dhe më thënë, ajo kohë, ajo shqetësi që nuk ka ditë, dhe më thënë askosh, do është ata shpalej vetë me qëllim, që atë që dëshiron prindive për ty, mere, se prindit ta dëshiron vetë të mirën. Sakrifica, flijimi i prinderve është vetëm për të ardhmen e fëmijëve të vetë. Prandaj, mos gaboni, por ata që ta jep, mundohu me kry dhe me qunë vend. Edhe tjetra, ka a vjen të imponimi, sa vjen të imponimi për fëmijën e vetë. Ne si adoleshentë, si fëmi, do shta nuk i akceptojmë gjërat mirë. Dhe mendojmë se baba apo nona po të më imponu diçka, pa vullnetin tim. Pa vullnetin tim. Po ta dim se që imponem, që po ta imponon baba, ka me konë hajrë për ty. Se baba dhe nona nuk imponon diçka që është të keqe për ty. Këto do të me dim. Por të imponon diçka që ka vlerë shumë të madhe për të ardhmën tënde. Dhe të është palosa që të jem një örnek, një shembull për shumë të rritë sotit. Interesante. Këtë sekret ju po e thoni që kur se ke ndonë, kërkush nuk e dhe? Absolutisht. Këto ata vetëm emision të thuhet. Dhe tash Unë falenderoj shumë për shumë arsye. Menoj që kjo pjesë ju ka bo këtu ku jeni sot. Unë menoj që edhe tash kur e tregove me shumë emocione, sepse menoj që është e rëndësishme për mu thonë, e që e the në thuët, duhet me thonë ato që është e vërteta, e unë ju njoh edhe personalisht që ju e thoni gjithmonë të vërtetën. E menoj që kjo ka më konë një mesazh goxha i fuqishëm për ata që duhen me arrit ëndra, qëllimet e veta, se në fund ditës kur gjë nuk është falas. Shpesh herë unë menoj me veten që kur gjë nuk pas falas edhe vazhdoj të paguaj ndoshta edhe faturat që nuk janë të mijat. Po gjithsesi është e bukur që mu thon ajo që duhet mu thon. E për këtë unë vlerësoj shumë edhe të çmoj edhe më shumë tash që ndove diçka prej një provoje tënde që edhe nuk është edhe çaq e lehtë që në media me tregu një sekret. Këtë e thash. Sepse besoj që ju ka shërby kjo? Absolutisht, kjo ka qenë në tash të më thonë që mas andej, pas ati gabimit që kam bërë, edhe kam punu, dhe ja sot ku jem krenar dhe më thonë, për punën, veprën, aktivitetin, sinceritetin, edhe pse shpeshen njeri ju ka sfida, ka sprova, por të gjitha mendimin e Zotit, dhe mendimin e sinceritetit që të regon njeri ju. Sa do që tjetë e vështirë, e vërteta duhet të thuhet. Ne kemi shembull pejgamberit selam, kur i haka u kanë morrën, thuhet vërtetën, edhe në çështë është ajo ajo. Pse nga vërteta domethën psojnë të tjerët. Shumë e bukur. E ta mshefësh të vërtetës, psojnë të tjerët. Duhet me thonë gjithmonë të vërtetën, po nga njerë janë disa struktura që njerëzit nuk e thojnë për hir të asaj që kanë krijuar në publik. Kështu që është e bukur për me thonë të vërtetën. Kush ka qenë shtyrja më e fuqishme gjatë këtij rrugtimit, mandej në medrese, në gjithë këtë rrugtim, sepse është interesante, ju nuk e keni dashur medrese, nuk keni dashur me kanë hoq, me sa e kuptova? Absolutisht, fillimi nuk ka, po jo vetëm unë. Po ka qenë, dhe më thonë, këtë generata jo, dhe më thonë, asaj kohë, dhe më thonë, ku pak ka pa të interesu po nëse jo hoqë, qka kishe me qenë sad? Po... Ma thu i të vërtetën tash. Po, une në aspektin shkencor, dhe më thonë, me sigurit dhe të isha mësus, ose dhe të isha inxhinier, diqka. Po në aspektin dhe jetët për teme, e kam dashëruar futbolin shumë. Kam qenë maraklet, dhe më thonë, sportist, por jeta është e tillë. Ka qenë është e shkrume, gjithmonë po njësë në për juve. Gjithçka dhe më thonë të mund të
synosh, por të realizosh ato që ka caktu Zoti Xhaleshano. Po jemi kënaqur me ato që ka caktu. Këtë rrugtim kush ka qenë një krah shumë i fuqishëm. S'ka dyshim se rrugtimi drejt dijes është shumë i rëndësishëm, po që jo se cili për nesh kemi pas fatin me na mbështet, me na i dha një dorë dikush, me na mbështet, që besa edhe në anën financiare që me arrit çato qëllimet. Unë kam 2 persona, të cilët janë mbështetja ime më e madhe, janë frymëzimi im, janë ardhmja ime, edhe sot se është gjyshin. Gjyshin. Hafuz Rifati, një njeri të cilën kush e ka njoftur, nuk mund të flet diçka për vetëset të mirës. Një njeri i urtë, një njeri modest, një njeri i thjesht, një njeri i përkushtuar ndaj Zotit, ndaj familjes. Shembulli i tij më ende të ndjek mbrapa. Personaliteti i tij kur e di kanë kam pa të babgjysh. Sa bukur. Ai është frymëzimi im. Një njeri i cili jo vetëm për mua, po për të gjithë lagjin është një frymëzim. Ka qenë një frymëzim. Edhe është baba, që ende kam gjallë, është një frymëzim, është një personalitet për të cilën kam irnek edhe shumë bitit margaj. Një personalitet i urtë, i sjellshëm, i edukuar, një personalitet që keq ka të merresh gaj, nga thënit e tij dhe nga veprimtaria e tij. Prandaj këta 2 persona janë ata të cilët më bën mua fuqishëm në jetën time shpirtërore, morale, edukative. Shumë bukur. Borën jam krenar pse i kam. Ky është baba. Po, sepse kur po flet, sigurisht që kur flet për prindin njeriu emocionohet edhe sot do që ka vite me thonë të drejtën. Edhe ju po flisni me shumë. Me të vërtet ka çka të folin pritet për ta, po mbi gjitha fles për ta për shkak veprës tij. Punës tij. Se ne kemi obligim para se të tregojmë dikujna se kush jam, na tregojmë punë, veprat tona. Edhe këti, jo që kam babë, se nuk ka babë të keq, se cilë ka babën e tij, e ka domethënë yrnek e shembull. Por unë kam yrnek babën jo si babë që kam biologjik, por kam yrnek për shkak veprimtarisë tina. Punës tij, edukatës tij, sjelljes tij, moralit tij. Unë kam edhe shok tina. Dhe se harri me shokët e tij, unë fjalët që apo më lëmë me kuptu hoqë që ju keni qenë edhe vazhdoni me kanë edhe meq, për pos, do me thonë... Ata që më njohin mua, e din çfarë raporte kam me babën e me familjen time. Unë përveç që kam babë, tash kam e frymëzim. E kam, do me thonë, edhe yrnek shembull në veprimtarinë tina. Se në çfarë veprimtarie? Në shkollë, në rrugë, në punë sa ka qenë, në familje, në gjithë shka dhe më thënë e kam një yrnek, një njeri i cili me të vërtet, po kjo ka pat yrnek, se tash ne jemi një familjet me tradit fetare, kombëtare, e kjo ka pat yrnek, babën e vetë ka pat yrnek, të më thënë fen, ato që ka praktikue, baba e ti, një Hafuz i cili ka qenë tër jetën e tij të përkushtuar ndaj adhurimit, përkushtimit ndaj Zotit, e kur ti përkushtohesh Zotit, do të thotë ti përkushtohesh familjes së shoqërisë. Një jetë e tërë përkushtuar familjes së shoqërisë nuk është lehtë. Jo. Por është një shembull i mirë. Do të bën të dihesh krenar. Edhe po duhet të them këtë. Po. Ne ndihemi krenar për prindë tan për shkak punës tyne. Jo për shkak se kam babë babgjysh, po për shkak punës. Prandaj krenar bën puna. Dhe ne ndihem krenar, po shpesh i shëm pyetje vetvetes, a thu vallë, a do ditë krenar fëmija e me mua. Ky është misioni i secilë neve. Që fëmijët tanë dihen krenar me prindin e vet. Po kush bën krenar, bën puna. Pra dhenim krenar me prind, me gjyshin për kak punës tyne, veprës tyne. Shumë mirë. Hoqë, du me të pyet një detaj shumë i rëndësishëm, sepse për bezë dashti për me na ikë. Ju thatë që keni qenë i rrethum, do me thonë, në aspektin që se cili është faj, se cili ka qenë hoj, se cili, do me thonë, në një rreth të shnoshe dhe të mirë. Po juve, kur ju ka ardha e thirrja të Zoti, me avru me Zotin, me njohë Zotin me thellë, a ka pas ndonjë moment të vështirë, sepse
besoj se cili për nesh, kemi nga një moment që na ka afru te Zoti edhe rrugtimi jo mandej ka shku që ashtu qysh ai ka shkrujt. Neve thash që kemi të familje me tradit fetare, fene kemi njohë të ragjerimin, namazin, gjitha nga shtëpia. Por ajo dhe më thonë ambicja ime, dhe më thonë nuk ka qenë për më bu hoqë. Kuptoj, po, thirrja po më interesant. Po thirrja ka fillu atëherë mas vitit parë, kur kom pasur qytetin e babës, dhe ka qenë. Po ta të regoj një detaj tjetër. Pra të kohën time, pse unë nuk kam patur dëshirë të bëhem hoqë. E di se kur u regjistrova në medrese, mas 2 audite, unë isha dhe në gjimnaz, dhe dëgjoj një profesoresh që kom pasur shkollë fillore matematikë që më ka thonë. Kish pas dëgju që më regjistru medrese. Edhe ka ardhë shpe, unë s'kam qenë ato, kam qenë medrese. Ka ardhë shpe babës tem, edhe ju ka ankuve pse më ka regjistru medrese. Se nuk bën, nuk ka perspektivë, e të sanë gjë, edhe di reagime të gjyshit tim, ku ka reaguve baba ndaj sajna, ta veç e ka qitë për derës, ja ka pëqit derën, edhe ka larguve. Profesoreshën e matematikës s'du t'ja përmendje emrin, ka vdek tash ajo, e që ajo është ankue pse ka largu për shkollë, me ka që medrese, dhe reagimi babës, kër e ka largu për derës, ja kam qenë derën, s'ka diskutu diçka më te, por është qështjit që... Se, me që nga se ka pasi diçka që mund... Jo, ajo dhe më thonë, jo që ka patur dhe ajo diçka kundër fesë. Jo, kuptoj. Po për shkak me, dhe më thonë që ka patur t'jem drejtim tjetër ka. Për shkak... Po mirë që e bohoj, që me thonë dhe drejta. Ja, nuk shim, ja. Mirë që e bohoj. Jo që jo mirë, po jam krenar, edhe jam krenar që porosia e babës, e gjyshit, dhe më thonë, shkojnë vendrë vetë, po caktimi Allah, gjërë në shanë, kërët caktimi Allah, ne vetë du të ecë rrugës ty në. A i kujton hojtë momentet e para të udhëzimit? Se qaj në mbitë shumë në kujtes, qaj fotografi e bukur. Po me njëherë, dhe më thonë, pas asaj që ka ndodhe, kër e pas vetë dëshmërinë e babët, pas adej vetëm i kapa, i roka... Po mirë, besoj që nuk ka qenë imponim, sa që ti... Ja, mo imponim s'ka patish. Ka qenë do të qaj mësë marveqa dhe më thënë e punës time, është e kuptushme. Po vëndëshmëria dhe më thënë, mas adej e kom po që se vazhdoj prap vëndëshmëria, apritit të krymu abitë, nuk mund dalë jashtë të këti binari. Dhe kërë po, atëherë vazhdova binarit në medrese dhe elhamdulillah mirë. Unë nuk mund të them që diçka si me përmend të çështja e udhëzimit. Se s'mund të them unë për shembull ka u bë kjo sebeb dhe unë vazhdova kështu. Kuptoj po. Jo, po sebeb do të thonë ka qenë vetëdëshmëria e prindit tim. Po me njerë janë disa situata o që na sjellin deri tek njoja e Zotit. Po mund të jenë atë situata kur njerëzit nuk kanë njohuri rreth fesë. Dhe dhe më thonë, ka marrë, ka ledzu diçka, i ka një si herës, një shepit jo, kurse unë nuk muna të them këtë, për ka që unë qenë fëmi, kam qenë një rëthum, unë kam ditë më falu, kam agjeru, kam shumë senë të tjera. Po ka shumë dhe të tjerë që i kanë prind, po më njëj hoxhallarë dhe nuk nështë edhe nuk janë uzimin e tyre, dhe më thonë, menaj që është... O shumë e saktë këtë që pëthu, po unë mund të bëjnë një dalim ma ndryshe, në aspektet, për arsye se ka sot fetar, po është puna shumë e pakt. E prindër në thmire vetë sot. Po. Absolutisht. Po, sepse janë doanë ma të mund me fatë babën 5 bakli, po kur që këj babë të dhënë, nuk ka të më dhënë një bashkëbisedim, rrëthves, me thmisë vetë, apo sakrifikon gjithë shka, po një edukat islame, një literatur islame, nuk e sjell. Kur të natë ko jaj. Ne kemi patë, për shembull, gjyshen, zotit, po së ramet, nanën, që ka me ndë gjallë, për të mramje, në ka të buë, kemi mësu diçka rrëth fesë, rrëth edukatës e zane, dhe ato ka qenë emisionet them ditore, që sot neve për patë këtë na mungoj këto, na mungojnë. Ne kemi sot për shemë në rastet të ndryshme që ka tradit familjare, ka babën e kësajnë, po që djallit dhe 2 fjallë nuk ja dhe rrëth fesë. Nuk dhe shka sen. Pikrish për këto da është ka për shka sen. Po ajtë dhe më dhënë, asë i ka rastë se kur balafaqot ajme dhe një argument shkëndësor fetar, ajtë mani të të qysh është kjo në fej, para 1000 po, që Kurani është fjallë i Zotit, a i për gjitha korat. Dhe sot egziston kjo dynja, Kurani të që të qesh, dhe kur balafaqot, me në të zimë shkit, që i thotë Allah, inë me jakhshë Allah, me të vërtet, Allah t'i ka frikë djetartë, sa ta sa ma shumë që të lexosh, i qetë argumentet e Zotit i ki para vetet, dhe me njëherë vje udhëzimi drita e Zotit të këpersonit tim.
Çka ju mësoj medresja? Gjithë shka. Bi gjitha në mësaj me konë të edukuar. Jo e të medresja, po që du bëj një paralele sot. Gjitha shkollat, dhe të paralutës, përveç që ka qenë arsimor, ka qenë e para edukative. Dhe çdo shkollë që nuk e ka mision vetin, qëllimi i parë, para arsimimit, edukatën, ajo shkollë është e lidhur për të dështuar. Çdo prind i cili nuk e ka mision, fëmijës vet mi dhon edukat, para arsimimit, ajo fëmijë është i dështuar. Edukata është çështja primare e njeriu. Para se më bëu hoq, para se më bëu mësues, profesor, çka do të jesh i edukuar. I thjesht modest me edukat, që edukata jote të jetë shembull i parë për nxënësit tu, për xhamatin tu, për ata që i kenë domethënë kompetencë tonë dëshiroj. E medresa ka qenë e tillë. Profesorat kanë qenë aq shembull të mirë edukativ, jo të profesorët medrese, po shkollës fillore, shkollës mesme, gjithë them deri para një periudhe lutës apo edhe një pas lutës, kurse sot fatkeqësisht për kjo. Fatkeqësisht mungon. Sot shkolla tona arsimore sen por edukative pak. E medresja e ka ndë këtë rol. Që nxënësin e tij primare ka që t'i jep moralin, edukatën, shembullin e mirë. Arsimimi është vazhdimsi, sakrificë jotja. Kurse edukata është themeli. Kur të krijosh një themel të fortë që gjithçka mbi to e mban. Pa edukat është themeli dopt. E medresa e ka patur këtë rol dhe ka këtë rol të cilën burrame. Shumë mirë, edhe rrugtimi, edhe gjithçka që tregove, edhe sekretin që e ndave me mu, ju ka sjell për një me konë këtu ku jeni sot, që me qenë edhe mande një model i mirë për ata që të shohin edhe të ndjekin edhe të përcjellin. Po me tonë të drejtan edhe kur të shohin, e kuptojnë përmes buzëqeshjes tonë, e që do është me të pyet si po e runë këto. Cili është sekreti që e runë gjithë këtë buzëqeshje? Edhe ndoshta edhe kur të tjerët ju hinë hako se po nuk ka dyshim se sekreti i saj është fjala pejgamberit selam. Si ka thënë, buzëqeshja sadaka. Po që është e vështirë. Është shumë e vështirë. Qysh po mundesh e mbajt? Por është pesh. Është shumë e vështirë. Por më mirë thonë të diturit me një buzëqeshje të afrosh një mik, se sa me një hidrem të afrosh një armik. E me buzëqeshje i afrojmë zemrat, me buzëqeshje përbim lefin, me buzëqeshje afrojmë njëri tjetrin. Pa buzëqeshje, jeta plot sfida, plot problematike. Dhe ne kemi një mision që të bashkohemi. Edhe gëzimi ta ndam së bashku ka efekt. Edhe hidhrimi, edhe përqarja, edhe sen, kur dahet së bashku, e merr secili rolin e vet, mund të afrohemi. E kush afron? E afron buzëqeshja. Se ne jemi njerëz, ne mund të gabojmë. Absolutisht, nuk ka të përkryer. Por më i mirë për aty është i cili gabon, e pranon dhe sjell buzëqeshje, kërkon falje. E më mirë të kem një mik apo një armik. Me të vërtetë të kesh një mik. E buzëqeshja është miku më i mirë i njeriut. Juve ju lumë që po dini edhe me majtë se buzëqeshje, edhe se është një pesh e randë në këto kohë ku na po jetojmë. Përmendje edhe momentet edhe të mira, edhe jo të mira, edhe gjithçka përmendje edhe rrumullaksove shumë çka me thonë të drejtën, po cili ka qenë momenti më i vështirë për juve në jetë? Gjatë gjithë jetës që ju e kujtoni, domethënë si një mozaik, e që nuk e harroni kurrë asnjëherë. Kam patur momente të vështira, nuk ka dyshim, si kur çdo njeri, njeri që ka momentet se jeta është sfidë, jeta është provë, me vështirësitë e sajna, hidhrimet, mërzit e ndryshme, por të i kalon ato kur e kërkon mbështetjen e sigurt dhe gjon ato. Dhe për çdo vështirësi që njeriu ballafaqon këtë dunjë, një mbështetje është e sigurt që nuk dështon kurrë. Ajo mbështetja e Zotit. Që si mbështetja e Zotit, pa dyshim se për çdo hall, çdo shqetësim, kemi gjë kërdolje. Pse këtë na ka premtuar Zoti. Ai ka thënë në Kur'an,
ata të cilë ka besu Zotit, i friksohen Zotit. Që do tëtë, jo frikë në aspekti që e koncepton mendja jonë, po që i respekton urat e Zotit. E respekton ata që ka leju Zotit, dhe ndalon nga që ka ndalu Zotit, Allahu do t'i gjej rrugdalë ati, ka nuk e kujton fare. Ka nuk e fare. Dhe dyta qishtë që unë gjej mbështetje, dhe çdo njeri do të gjej mbështetje kur është në vështirësi, është vetë jeta e të dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu i dashur i Zotit, më i dashur i zgjedhuri, por asnjë njeri në rrugën toksor nuk e ka sprovu Zoti më shumë se ato. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se Zoti kon e don, e sprovon. E sprovon ato. Po të ishte sprova, si që e akceptojnë disa njerët me ndime ty, dënim prej Zotit, e kështë dënu Zotit, krijesën e ti, robën e vetë Zotit, pejgamberin, jo se kështë dënu. Por çka sprovat janë për burra të mëdhej, me tregu karakterin e ti, me tregu ndërgjegjën e ti, me tregu imanin e ti, besimin e ti. Këto tregojnë. Prandaj, secili prej nesh ka pasur si vështirësi. Po një moment nuk po do me nda. Nuk. Apo nuk është për publikun. Nuk është për publikun. Okej. E te i kalojmë këtë pjesë, se unë e shoh gjithmonë që... Nuk po duhet të them se mbështetu në Zotin. E kuptoj. Po mbështetu në Zotin, ka me gjithë Zotit rrugë zgjatë, ka nuk e kupton fare. Rrugë zgjedhën e ki prej Zotit. Sprovat e prej Zotit, me të pa vendëshmërinë tënde, po Zoti sprovat që në përmet njerëzve. Dash me njerëz, dash me dënje smujnë, dash me dënje... Ajti qënë, më të pati, mbështetu të Zotin, atër, që ose kërkosh shteti tjetër, vallahi, do të dëshprosh. Do të dëshprosh. A është e vështirë për me qenë hoqë? Është e vështirë, për sa është e vështirë, është e krenari. është e krenari. Për arsye se, si jo vetëm hoqë, po dhe mësus, sigurisht, njeri që je publik, për vetë së është përgjithësi, është nder, që të ka nderu i madhe Zotë Gjellëshanu. Jo është do kush bëhet profesor, jo është do kush bëhet hoqë, të ka nderu i madhe. Për këtë nder, ke përgjithësi. Përgjithësi, se për nuk është vetëm të dërsh në xhamit kësh, por ti je yrnek, je shembull familjet tënde, je yrnek në lagjën tënde, je yrnek du të ecë në shkollë, kudo që njerëzit bëjnë me sy ka ti. Ti je hoqë. Gjithmonë je vështrim shikime e dikujna. Je shembull. Pra dhe kjo është një pak një lloj vështërsie, por është përgjithësi. Por është edhe ndera krenari. Edhe këtë dynja, po edhe nesër kur do para Zotit Gjellëshan. Allah e na mundësoj se secili njeri që i ka dhënë një profesion, t'ia jep hakun, të jetë përgjegjës. Se nuk do të më hoqë, po çka do që ti jesh krenar, po do kur je krenar, kur je përgjegjës për atë që ke marrë. Se është emanet. Emanetin do të me qëllën. Njerëz me të patë shembull ty. Dash mësues, dash hoqë, dash profesor, që me konë një yrnek shembull i mirë. Shumë mirë, po flet edhe për çështjen, kur flasim për hoqën, gjithmonë na kujtohet që ana shpirtërore, me thonë të drejtën. Po hoxha a çon, është emotiv, emocionues. Unë me sa e di, ju jeni shumë emocionues, me thonë të drejtën. I ndjeni gjanat. Hoxha është njeri si kur të gjithë njerëz tjerë. Hoxha ka emocionet e veta, i ka ndjenjat e veta, si kur çdo njeri. Është i dhimbshëm, kur do të jetë i dhimbshëm. Po flasim për juve. Ata që më njohin e din. Sepse nuk po flasim për shumë. Po. Hoxhallar. Ata që më njohin e din. Jam i dhimbshëm. Por një gjë që bën të dhem krenar dhe që mendoj që duhet të jetë çdo kush. Më dhem si më shumë kur dëgjoj për padrejtësitë. Kjo më dhem shumë dhe jam një njeri, apo të këtë rast një hoqë, që në gjitha ligjeratat e mia që mundohemi t'i predikoj tek xhamati, tek ata të nëjën, në këtë aspekt i thras dhe ju bëj, t'i ruani zullumit, t'i ruani padrejtësive. Padrejtësia është një errësirë e madhe. Dhe ati të cilët i bën zullum, i bën padrejtësi, ne me ati që të të populli, i shpon 7 qilë. Prandaj keni kujdes.
keni kujdes ndaj padrejtësive. Jepeni hakut se cilit ta kanë, meritën se cilit ta kanë. E mos t'i bëjmë padrejtësi. Kjo më dha mu ma shumë për arsye se sot po jetojmë në një kohë ku padrejtësia ka marrë një havë. Dhe mendoj që edhe mos buzëqeshja e shumë njerëzve, mos lumturia e shumë njerëzve, edhe pse kur e ka gradat larta të intelektualitet apo shkencar, ka pasur, po nuk e shet buzëqeshur, nuk e shet rahatshëm. Mendoj pikërisht është kjo padrejtësia që bëhet. Prandaj duhet kemi kujdes. Dhe kjo më dha shumë. Kurse në aspektin emocional, bezberim më emocionojnë gjendja kur nuk sheh mirë. Po. Dhe mundohemi, dhe ma rënda është kur s'ke fuqi të ndryshosh. S'ke fuqi të ndryshosh. Kjo është shumë e rëndë. Dhe përkujtohet një hadith i Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku thot njerëzit kur të shohin të keqen, duhet ta luftojnë me forcë. Qëse s'ke mundësi me forcë, me fjalë. Qëse s'ke mundësi me fjalë, thot atëherë me zemër. Po wa huwa adhaful iman. Por këtë çështja me zemër thot është imani dopt. Është situacion, nuk ka efekt shumë. E ne po nuk kemi arë këtë fundit, ne po mundohemi që me fjalë, të luftojmë duke të këqija, duke të treguar njerëzve që keqa që e bën, nuk është domi vetëm të këti, po përfshin edhe rreth ambientin. Ajo që keqe ke bërë ti, nuk është që e punova vetëm ti dhe të keqe sa e ki vetëm ti. Por ajo keqe është një mos të një shembull e keqe edhe për të tjerët që do të hapët ajo keqe. Ne kemi obligim të ambulojmë të keqen, të luftojmë të keqen, e kur që të mira të shplojmë e të jenë shembull të mira. Hoq, besoj që në xhamin e ju i vinë shumë për një këshill, mendim, sugjerim, ose edhe një hall të madh. A ka pas për këtyre që për një me e ke ndje edhe ke dalë jashtë petkut të hoqës? Sepse sot e thamë që ana shpirtërore për një me është shumë e rëndësishme. Ka raste të tilla shumë labi. Pa dasht me theksu, do me thonë në detaje, po dumë. Ka shumë raste të tilla kur ne sot po jetojmë në një kohë shumë të vështirë. Njerëz me ankthje, me shqetësime, depresion, probleme, shqetësime të mëdha. Dhe më të vërtet nuk mund të zgjedhësh një çështje përderisa nuk e din atë çështje. Kuptoj. Dhe kemi shumë raste po një rast kur na paraqiten me probleme shqetësime të tilla. Raste ka që ju ka prek shumë. Po të rëgaj një rast, bele e kam këtë rast të frest. Një nën me 2 fëmijë. Edhe vjen halin, shqetësimin e saj për fëmijët e saj. Me të vërtet ke sakrifiku shumë për fëmijën e vetë. Dhe tash kam mbetur jashtë për kujdesjes fëmijëve. Kjo është e rëndë. E rëndë shumë. Dhe ato shpjegimet të cilat i jepte ajo, më emocionuan shumë. Unë fëmijët nuk janë gjesha, nuk desha. Por ajo, gjitha shpjegim, dhe çfarë të bëj? Duke shpjeguar emocionin, ndjenjat që mund të ketë secili, si është prind, dhe të paramendosh fëmijën tënd me të ardhur nesër më të bëj tillë. Si do ta ndjesh veten? Vete shumë rënd. Dhe ky rast më ka prekur shumë dhe kam dashur të hulumtoj rreth kësaj nane. Pasi që u këshilluam, u shkoj rrugë vet, edhe u njoftova me fëmijë 2 djemt e sajna. 2 djemt e sajna. Bjem 3, bukur, tjeshëm, ambicios, dhe unë me një shok tyne, me rash kontakt, nuk u prezentova si hoqë. Po dëllëm me pi kafe, edhe muhabet, lav, djenja, sen, lash për shtypjet mirë të ta.
përshtypje shumë të mirë. Edhe ky shoku, ishtë tyne edhe shoki jemi, pjo të regon fund kush shamone. Qysh ti e hoxha? Ketë ato mendime të ndryshme rreth hoxhës se do t'jetë diçka tjetër. Do t'jetë hoxha diçka tjetër. E sende. Dhe prej aty dhe më thonë, dërë më 3-4 herë, me ta Allah muhabet, arrita që t'i bindi, arrita që t'i afroj, arrita që t'i bëjt gjemat gjamis, dhe bi gjitha arrita t'ja kthej busqeshën në unës tina. Sa bukur. Qka do të kjo? Fëmijët tanë, ata që tash përpare, kanë nevoj për edukat. Kanë nevoj për edukat. Kur arrit të edukash, fëmijën tëndë, kur mos me ndët që ajë fëmijë do të harrej ty. Gjithmonë, pra ndën t'i mësoj fëmijët tanë me lidhë për dashurim prednore. Jo për dashurim materiale. Jo t'i mashtroj fëmijët tanë, unë të më dëtë fëmija mi t'ja blej një lodër, t'ja bëjt diçka. Po t'afrona me fëmijën emocionalisht, shpirtërisht, pa mdasht mu fëmija për shkak se ja ku blej një lodër, ja ku blej një son, ja ku blej diçka sene. Se në atë moment kur ti nuk i blej diçka, ai ka më të uidhru. Ka më hu pa ndjenja. Pra ndej, të mundohme të lidhemi me fëmijët tanë në mënyrë emocionale, shpirtërore, raport babë me fëmijë. Hoq ju e dini se që janë njëtarët të televizionit e emisioneve, besoj që sonde ka qenë intervjistë shumë interesante për me ndohet detaje të rëndësishëm prej fëmirizëri tek rrugtimi, dhe më thonë ku je dhe sot, mendoj që ka qenë më ndryshe, se sa që djelja dhe fletë për besimin, për Zotin, edhe që është gjë shumë e bukur, por... Ka qenë ndryshe... Sa sekretet në zora, po? Ti e ai cili bën këto punë, dhe prandaj edhe kam pranu ftesën tënde, si derë për mua, dhe me ta respektu misionin tënde, dhe ti thash je ai cili, jo vetëm mu, po kam shiqua dhe misionin të parpara, je për atyre që me të vërtet nxjerr nga thesari njerëzve që jenë shembull, model për të ardhmen e dikuj tjetër. Ti ke nxjerrë diçka që inshallah do të ka qenë ajo që tregova fshëtësia ime, do të hidhen për mua, po hidhin që kam hangur unë të mos e bëj dikush tjetër. Po tjetë shërim, apo tjetë një model për ata që ka sënë për të ardhmen. Faleminderit edhe për fjallë, po nuk du me ikë prej studies pa të pyet pse na lëndojnë ata që na i dojnë fort, sepse këto ishim të e diskutu shumë këtë fundit bashkë. Ma tu i shkurt, pse na lëndojnë fort ata njerë që na i dojnë shumë? Besoj dhe du të besoj që lëndimi për njerëve vije nga mosdia, jo nga urrejtja. Kaq. Njaftan me qaqë. E du një këshill të fundit për krejt ata që të shojnë, të ndjekin dhe të përcjellin, sepse ju je një model për gjeneratat e tona, kështu që gjitha kamerat janë veç për ty. Absolutisht. Vetëm një këshill që këtë rast të nderoj veten, emisionin tuaj dhe ty posaçërisht është një këshill. Mundohu të sjellësh buzëqeshje tek njerëzit që të bën krenar. Ashtu si ki dëshirë që dikush të sjell buzëqeshje ty, sjellje edhe ti. Dhe çështja e dytë, diçka që ka s'ke dëshirë me ta bëu dikush, një hidhrim, një padrejti, mos ja basti ati. Hoq për mund sonde ka qenë kënaqësi shumë e madhe, për më pas ball për ball, për me folë dhe me diskutu shumë çka, për besën kisha dashur edhe më gjatë me folë për që si duket nëse kishim vazhduar për me folë, kishim nxjerr rrugës shumë sekrete. Kështu që unë nuk jam për me nxjerr shumë sekrete në publik. Ishte kënaqësia ime. Faleminderit për gjithçka dhe faleminderit për modelin e mirë që jep në xhami, në shoqëri dhe në media. Faleminderit shumë për ju, pa ta kënaqësinë. Faleminderit edhe një herë. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu bashkë biseda me Hoxhën. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.